Vetëm 2 ditë më parë, kulla para se theja fjalën, Trumpi doli në media nga zyra ovale dhe deklaroi këtë që e ka Ledio gati tani, le ta shikojmë së bashku dhe pastaj komentojmë. Bisha amerikane F-47 e pa pare pa dëgjuar ndonjëherë. Jepi Ledio. It's been going on for a long time. Very, very tough competition, but this plane is produced numbers that nobody's ever seen before. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for level. You know, level 5 is good. This is level 6, they say. The F-47 is equipped with state-of-the-art stealth technology. It's virtually unseeable and unprecedented power. It's got the most power of any jet of its kind ever made. Po pra kulla. Bisha amerikane që sa po prezantoi Trumpi, ndërkohë duhet kujtojmë për një publik që po na shef tani, që kjo F-47 është sa po hedhur në treg, ndërkohë që Kina është duke... S'është akoma në treg. Po ka mbaruar? Jo. Apo jo, pritet dali për pak... është duke u zhvilluar. Është duke u zhvilluar. Ka nesër shumë për para dhe do shpjegojmë detajet teknike. Kemi dhe fotot, ja. Po, dhe parashikohet që do jetë për prodhim shumice në treg dhe diku nga 2029-2030. Dakor, pra i do një 5 vjetë tjera, 4 vjetë. Po, ndërkohë kanë hecur shumë për para, kanë avancuar shumë. Ndërkohë, para se të mi shpjegoj se që janë këto monstra, këto bishat ajrit të kulla, Kina ndërkohë është duke e prodhuar. Jo, 36, edhe Kina akoma nuk e ka prodhuar, ka jetë shumë për para, po pritë se do të regojmë se ka një histori. Po të lë ty atëre, shikoj dhe foto dhe komentar. Atëre, F-47. F-47 është avioni gjeneratës 6. Për njerëzit për të kuptuar që do të thotë avioni gjeneratës 6, do të thotë që e para është i teknologjisë stealth, pra që është kjo një avion i padukshëm. Fa dhe Trumpi, stealth. Pra stealthat janë këta avionët shupet padukshëm. Do tjetë një avion i cili do ketë aftësinë të fluturojë deri me 3000 km, 3600 km në orë. Pyta. Që është në nivellet të pahasura më përpara. Nëse ti e shikon në fund nuk ka bisht. Nuk ka bisht. Do të ketë 2 motora, cilat janë rësitë e këtij avioni. E para njëherë, ky avion, përveç shpejtësisë shumë të lartë që do të ketë, ky avion do të përdor karburant hidrogjeni. Që do thotë? Që do të thotë konsumon shumë më pak dhe jep shpejtësi shumë më të lartë. Dhe do të ketë autonomi shumë më të madhe. Pra ky avion projektohet për një luftë të mundshme, për një konkurrencë në paqësor, atje ku ndahet oqeani i madh mes 3 vendeve që janë kundërshtare me njëra tjetrës, Rusisë, Kinës dhe Amerikës. Që do të thotë tjetër që... Me hidrogjen kush punon në... Deri tani asnjë. Asnjë, do të thonë, avionet e gjeneratës 6 po përgatiten me hidrogjen. Hidrogjen është do të thonë me ujë? Jo, hidrogjen. Se hidro është ujë? Jo, hidrogjen që është oksigjeni, është dhe hidrogeni, është një... Po pra po, hidron, fjala hidro është ujë? është hëja, H2O-ja është ujë, hëja është vetëm hidrogeni. Dhe ka... Unë ka qenë top-topi në këto lëndë në kimi. Në këto skandal, po. Edhe është herë e parë që do të kemi një avion në të këtij niveli, me këtë shpejtësi të frikshme. 3600 km në orë? Nga 3000 deri në 3600 km. Si do të funksionojë? Për herë të parë, ne do të kemi një avion i cili, për shkak se ky nuk do ne e ke fjalën për amerikanët. Për Amerikën, domethënë, për bota do ketë. Jo, ne do kemi çfarë. Bota do ketë lapsusim. Jo, s'ishte lapsus, ishte lapsus koshiente ai. Bota do ketë një avion i cili nuk do të jetë me titan, po do jetë me karbon. Mos. Po. Si këto makinat karbon që janë tani. Dhe ai lloj metali me karboni, pra i përpunuar për vendin e parë, do ta bëjë të mundshëm që ai të jetë edhe më i lehtë, edhe më rezistent. Dhe për herë të parë do kemi do ekzistojë një avion i cili do mund të fluturojë edhe kështu çan. Si? Në 90 gradë, shifet formën e dorës time kështu. Do eci kështu. Pra edhe manovra kështu. Në të njëjtën kohë është parashikuar që ky avion për shkak të
kësaj aftësie të jashtëzakonshme që ka, do mund të fluturoj edhe me 1.2 që tani, ha? Do mund të fluturoj edhe me kështu, me rënje lartësie, ndërkohë që është me shpejtësi shumë të lartë, me rënje lartësie dhe kontroll. Dhe për herë të parë do të përdoret ajo që ne njohim si inteligjencë artificiale, me AI do të. Kur thua me rënje, prisë ka me rënje, domethënë do bjerë poshtë kështu. Po mund të jetë në 15.000 metra, mund të shkojë në 9.000 metra kështu, të bëj këtë manovër, edhe të kthehet, domethënë që është një gjë e paparë ndonjëherë. Nuk do ketë shumë raketat që do ketë. Qa më the pak më pas, sepse të më ndërpreva unë, më falë. Pas i the këtë? Ky avion më the një detaj. Do mund të përdoret edhe pa pilot me inteligjencë artificiale. Seriozisht e ke? Po. Aha. Dhe ky avion do të shoqërohet gjithashtu nga 5 dronë, cilët do të kenë shpejtësinë e tij, kapacitetin e tij dhe gjuajt, sepse ky është avion gjujtës. Pra, e ke parë si shoqërohet avioni presidentit Amerikës me avion tjerë? Po, me ato që shoqërohet nga... Ky do shoqërohet me dronë. Bravo, sepse ky është i konceptuar që të lëvizi bashkë me dronët. Po, me 5 dronë është parashikuar. Përveç kësaj, është parashikuar që ky avion, përveç se është avion gjuajtës goditës, për shkak të inteligjencës artificiale, sepse avionët e gjeneratës 6 komandohen gjithë me, pra ky nuk do ketë më radar në bord, po do ketë lidhje me satelit. Ky avion është parashikuar që të jetë edhe qendër komande kontrolli, pra në mënyrë automatike të marrë vendimarrjen, edhe sikur të ketë një pilot, edhe sikur të jetë pa pilot, me dhënat që jep drejt për drejt sateliti. Dhe ka një, dhe dëgjova gjithashtu kulla, nuk e di se e vërtet është, ma ashtu, që ky do ketë një, ndryshe nga gjithë këto gjeneratat e tjera, do ketë një marrëdhënie komunikimi të paimagjinueshme me anijet kudo që ndodhen. Po këtë pra të shpjegoj, pra do jetë qendra e komandës së kontrollit, me gjitha ato njësitë e tjera ushtarake që të ndodhen në një operativ. Në oqean ose në tokë. Përveç kësaj, ky avion ka disa risi që tani nuk kishin të parashikuar. F-35 është bërë nga Lockheed Martin. Ky do të bëhet nga Boeing, e ka fituar Boeingu tenderin për ta bërë. Janë hedhur $20 miliard për këtë program. Se është shumë i kushtueshëm ndërkohë. Sepse është shumë i kushtueshëm. Shmëduri, po. Dhe do jetë një njësi shitje si avion, pra do jetë më i shtrenjtë se F-35. Nuk e dim çmimi sa mund të jetë. Llogaritet që shkojnë diku te 220 milion dollar. Mos është më shumë. Jo, diku te 220, po pastaj varet nga çfarë shtonë. Nëse ti je krahët, aty poshtë do ketë edhe 2 krah që i ka nga poshtë ku do vendosen sensorët. Po çfarë bën? Sensor shumë të lartë, sepse ky me shpejtësinë e lartë që ka nevojë të ketë edhe sensor. Sensorët e ajrit, sensorët e tokës, sensorët antiraketor, dhe do të mbaj në pjesën e vet nga mbrapa, nga poshtë, do të mbaj edhe 4 raketa anti-aeror, pra për avion të tjerë në rast të fluturimit. Po tani pse e lançoi Trumpi tani këtë avion? Pse e lançoi tani? Dhe para se të thuash se e lançoi tani, më thuaj me një kuriozitet. Ky lloj avioni që pritet dali brenda 2030-s apo jo kulla? Bisha amerikane. Ka dalë, por brenda 2030-s do jetë për prodhim. Për prodhim, pra. Po. Akoma nuk është ndarë çfarë lloj motorësh do ketë. Dihet që do ketë 2 motora, por janë duke zhvilluar teknologjinë e motorave me hidrogjen, ose më mirë me karburant të ngurtë, në mënyrë që të fluturojnë lartësi të jashtëzakonshme të larta, siç janë raketat ndërkontinentale. Qartë. Sepse ky avion do mund të mbajë dhe të komandojë dhe të mbajë dhe ato raketa dhe t'i gjuajë nëpërmjet dronëve. Po fare ke fjalën për raketa bërthamore. Po. Pse është avioni konceptuar dhe për të mbajtur kështu? Dronët do mund të kenë raketa që mund të kenë aftësi për t'u pajisur me mbushje bërthamore. Me testata bërthamore. Po. Raketa taktike besoj. Po. Dhe ky avion është parashikuar për, të thash, për një luftë mundshme ndërkontinentale. Në paqësor. Por, jo vetëm paqësor, po dhe Atlantik, domethënë, po ndërkontinentale, ka aftësinë që kanë ato raketat e frikshme që ato që kemi folën e bashkë, që tani harrova emrin se kanë. Që ky avion të kalojë edhe në stratosferë. Pra që mbërritja nga një anë e globit në tjetrën të jetë shumë më shpejt se sa është e parashikuar nga çdo avion tjetër. Pra, me pak fjalë, ky avion mund të shkojë nga Amerika në Kim për 2 orë. Seriozisht e ka? Po, seriozisht. Tani pse doli
Po te ato ullet e këto, thuaj, këto sigurisht. si që aeroplan bajtë. Mund të ullet apo? Po. Po tani, sepse është shumë i lehtë në krahasim me të tjerët dhe mban shumë peshë për shkak të llojit të metalit që thash, pra kanë me karbon. Tani pse doli tani Trumpi? Ndërkohë që ne flasim, kinezët bashkë me rusët kanë zhvilluar një avion po të gjeneratës 6. E letë të i tregoj tani me foto. Që quhet J-36. Kush e ka këtë, kinezët? Kinezët, po është program bashkë me rusët. Mos ja fut kot. Po. Ky është? Jo, MiG-21 është tjetër, është pak DP-ja. Ky është projekti rus. Ky është MiG-21 që do dalë, edhe ky s'ka dalë. Po jo, tani puna është marrë nivel diferenca. Kurse J-36 ja do ta shpjegoj. J-36 është ai që ti shikon aty dhe është kinezi dhe edhe ai është pabisht. Por është me 3 motora, ndërkohë ai amerikani është me 2 motora. Edhe ky është parashikuar që të jetë me karburant të ngurtë ose me hidrogjen. Po ka vetëm një gjë që duhet shpjegoj. Që? Pra, pastaj do të shpjegoj ndryshimin mes 2 avionëve. Ky projekt ka... Pra nuk ka një Kina më vete një Rusia, thua ti? Është bashkëprodhim? Atëre, ka një bashkëprodhim kino-rus që është J-36 dhe ka një prodhim vetëm rus që është MiG-21, që po parashiko, që po punohet për dalë. Tani pse doli ky avioni, ky projekti amerikan tani? Është shumë e rëndësishme kjo që do të shpjegoj. Kina sapo ka arrestuar një inxhinier që ishte i ngarkuar në zhvillimin e këtij projekti, sidomos me të J-36-s, me fluturimin dhe me gjithë aftësinë, për spionazh. Ku e ka arrestuar, në Kinë? Në Kinë. Po për spionazh ndaj kujt? Për spionazh në favor të amerikanëve. Zërbe. Po, ky inxhinieri që është arrestuar një muaj përpara, një drejtues shumë i lartë i projektit sekret kinez, ishte njëri që kishte familjar të vet në Amerikë, më saktë në Kalifornia. Dhe shkonte një herë, 2-3 muaj takonte njerëzit e vet dhe rezulton që të jetë rekrutuar nga shërbimet amerikane dhe ta ketë shitur projektin pjesë-pjesë tek shërbimet amerikane. Dhe është ndaluar në aeroportin e Pekinit teksa largohej me përmbajtjen e asaj që do të ishte karburanti special i J-36-s për t'ia dorëzuar amerikanëve, pasi kishte marrë dhe premtimin për t'i strehuar dhe familjen edhe vetë atë, e kanë arrestuar atje. Dhe mendohet që në muajin e ardhshëm ai përveç që do dënohet me vdekje dhe do ekzekutohet publikisht për... Seriozisht e ke? Seriozisht. Është një skandal shumë i madh që ka ndodhur aktualisht në Kinë dhe kjo gjë i bëri që amerikanët të dalin dhe sepse amerikanët kanë 5 vjet që kanë këtë projektin. Ky projekti i tanishëm ka filluar të financohet dhe është ideuar kur Trumpi ishte president radhën e parë. Dakord. Kështu që është i marrë, domethënë ka 5 vjet dhe është ruajtur në atë që quhet rajoni 51 ku zakonisht amerikanët kanë bërë projektet o për bombën bërthamore ose në Nevada, ose për ato projektet që amerikanët i quajnë projektet për UFO-t. Qartë, për alienat bo. Kaq sekret ka qenë, dhe në këtë moment, presidenti Trump doli dhe e lançoi, pasi amerikanët e dinë mirë që ka një krizë fort në Kinë, për shkak të arrestimit të këtij inxhinieri dhe për shkak të faktit se ata kanë kuptuar që një pjesë mirë të teknologjisë së J-36-s, pra projektet amerikanët i kanë marrë pasi kanë blerë këtë inxhinierin. Po kjo nuk është konfirmuar, apo jo? Jo, kjo është e konfirmuar. Është e konfirmuar. Kjo që të... I kanë marrë, që i kanë vjetë projektit. Po, burimet e mia ta dish janë gjithmonë të dorës parë, domethënë. Pra kinezët nuk kanë kapur kot ata? Jo, kinezët e kanë kapur dhe do ta varin, kupton? Po, pikërisht sepse ata e dinë mirë që ky është një dështim i madh i shërbimit kinez dhe të industrisë kineze. Po ato treja që shefin e këtu që kanë nxjerrë Ledio, cili është i kinezi? Ai ky J-XX është J-36-a. Është njëti me pamje të ndryshme. Është njëti le të është njëti me pamje të ndryshme. Ti e sheh nga lart dhe nga poshtë, domethënë. Ky është kinezi? Po. Apo është kinezo-rus? Jo, ky është kinezo-rus, po kinezi. Tani çka ka ky diferencë me atë? Ky ka 2 pilot. Është më i rënd, është gjithashtu pabisht, është shumë i shpejtë edhe ky është stealth. Dhe ka një stealth, çdo më thon por në gjithësim anglisht? Është nga ata që nuk duken. Është pet, nga ata që nuk duken, pra invisible, i padukshëm. Edhe ky lloj avioni gjithashtu ka është shumë i shpejt, por është rreth 500 km ose 1000 km më pak i shpejt në orë se sa avioni amerikan. Edhe ky është i bërë me karbon. Edhe ky me karbon. Si ai amerikani.
Dhe Kina është duke prodhuar një seri avionësh të teknologjisë lartë, për ky është i pari gjeneratës 6, bashkë me rusët në këtë projekt, në mënyrë që ata t'i bëjmë ballë pra bishës së frikshme që është F-47. Si ka mund të i kalojnë nga F-35-a kullat te F-47-a? Pse i kalojnë? F-35 është një avion tjetër. Jo, dua di numra, pse nga 35-a kalojnë 47-a? Sepse 47-a ky është ka marrë emrin e presidentit të 47 Amerikës që është Trumpi. Pra ndaj ka F-47. Pyta, e shikon të hish mendja. Ua, çfarë perle. Çfarë perle. Klasika mund që këto ngjarje, këto lajme të eksitojnë shumë ndërkohë që po flasim për monstra teknologjike që në fakt bëhen për të vrarë njerëz. Po mirë, më duhet kuptojmë se cila është ardhmja e botës, qofse merrem me shkencat e sigurisë. Jam dakord. Ne nuk do merrem vetëm me thashë theme. Dhe tani është MiG-41-shi. Po ky Mikojan 41-shi. Po pse Mikojan? Sepse ka qenë lideri komunist i kohës së Stalinit, Mikojani, i cili ka qenë njeriu që atëherë inicioi programin MiG, pra avionët MiG që kemi pas edhe një. Kemi pas edhe ne MiG, më duket. Po, ne kemi pas deri në MiG-21, që kanë qenë avion shumë të mirë për kohën e vet. Kemi akoma, por nuk fluturojnë. Dhe kemi pas MiG-15, 17, 19 dhe 21. Kemi pas shumë avione si vend i vogël që jemi. Rus. Kanë qenë prodhim kinez me teknologji ruse. Qartë. Është e vjetër historia që kinezët dhe rusët bashkëpunojnë. Mbajmë të MiG-un, po. MiG-21 është një projekt vetëm rus, është gjithashtu me të njëjtat parametra teknik siç thamë për njërin avion dhe për tjetrin. Po ku ndryshon 2.5? Është gjuajtës, edhe ky. Është ndryshon sepse aftësia teknologjike amerikane është i vetmi që mund të përdoret pa pilot dhe me inteligjencë artificiale. Pra, as ai tjetri që pan kinez o rusi, as ky rusi nuk kanë shkuar shumë afër, por nuk janë ende në atë nivel. Po që dhe mund të arrin. Ndoshta më mbrapa, nëse nuk është e lehtë kjo gjë, sepse është harxhim shumë i madh dhe duhen satelitë shumë të fortë. Dhe pjesa tjetër që është e rëndësishme për tu përmendur është aftësia të 3 avionëve për të kaluar në stratosferë dhe shpejtësia shumë e madhe. Edhe ky mund të shkojë deri në 2500 km/h. Po nuk e kapin dot bishën e USA-s, e SBA-s. Jo, për momentin jo. Për momentin jo. Pra, kjo është një garë armatimesh për 5 vitet e ardhshme. Po, bëhet fjalë që Rusia është vendi më i madh në botë dhe avion të tillë domethënë arrin ta bëjnë për shumë pak, po ndërkohë Rusia ka zhvilluar edhe gjithë gamën tjetër të avionëve. Qartë. Amerikanët gjithashtu kanë po prodhojnë me shumicë F-16-ën e gjeneratës së re. Pra gjeneratës 5, cilët po e shesin tek aleatët, tek miqtë e tjerë. Dhe kinezët po prodhojnë një avion tjetër, një bombardues të niveleve të larta, që ata nuk e kanë pasur, po me të njëjtën teknologji. Pra, të gjithë avionet e rinj që po prodhohen, po synohen që të prodhohen të gjeneratës së 6, pra avion të cilët do të komandohen nga satelitët, dhe që vendimarrjet e tyre do t'i kenë autonome të shpejta, ku i ke mënyrën se si fluturojnë ata mbi glob. Çfarë perle. Dhe aftësinë e tyre të zjarrit edhe të aftësinë e tyre luftarake do ta kenë të lidhur në mënyrë të jashtëzakonshme me kapacitetet e tyre satelitore. Pra, kjo është si ato luftat e hyre që kemi parë në filma, domethënë jemi gati në rritjen e imagjinatës, po kjo është e ardhmja e aviacionit. Si Star Wars, pra çka ka qenë? Sigurisht, por të treja vendet po harxojnë shumë të mëdha financiare për të prodhuar këtë lloj avionësh, cilët janë, për shembull, ka dhe një përpjekje anglo-franceze për të prodhuar, apo dhe italo-gjermane, spanjolle për të prodhuar avion gjeneratës 6. Po jemi ende shumë larg nga kjo. Andoni më thot, Andoni nga Athina më shkuan kolla, fala kullës thot, Mikojan, shkruhet me Mikojan Gurevich thot, nga emri i inxhinierëve sovjetik që lançuan modelin e avionëve MiG. Po. Dhe ja ku e ke, shikoj si është stelti, e ke aty në... Ku është? Ja aty. Qa është këtani? Ky është F-47. Bisha amerikane? Bisha amerikane. Nëse shef është si zog me krahët shu, në sensor, dhe është... Duke si lakurichnate? Po, duke si lakurichnate dhe bishti nuk i davohet fare, sepse, do me thënë, janë avion cilët do dukem pa bisht,
Dhe do ke një aftësi të jashtëzakonshme të penetrimit të ajrit dhe të manovrave në ajër, gjëra që avionët deri tanishëm nuk i kanë patur, pikërisht për shkak të faktit sepse struktura e tyre do jetë me një metal të posaçëm që në bazë ka karbon. Ka karbonin. Pa do jenë të lehtë atëre. Të lehtë për peshën që mbajnë, për peshën që mbajnë. Është shumë të lehtë se sa gjërat e kanë. Po avion të mëdhenj dhe amerikanët Boeingu tani po është duke ndërtuar struktura të reja, domethënë është duke ndërtuar në këtë moment fabrika të reja, të cilat do të jenë enkas për këtë gjë, sepse ky vazhdon ngelet projekti me siguri më të lartë ushtarake dhe në nivelin më të lartë sekret në botë. Pra, këtë lloj teknologjia ata se ndajnë as me aleatët. Po kjo kulla çfarë është kjo foto? Nivelet e avioneve që ata kanë, lartësitë, pra... Për amerikanët e ke fjalën? Po, për amerikanët. Helikopterët... Çdo më të nivelet që kanë tani aktualisht, apo janë gjeneratat e ndryshme këtu? Gjeneratat, ata që prodhojnë aktualisht, ata që shesin aktualisht, helikopterët, avionët e lehtë, avionët luftarak, avionët transportit, avionët furnizues, sepse këta lloj avionësh që ne pam steltët mund të furnizohen ajër. Po edhe këta të janë pra po, ki parasysh se këta fluturin më lartë. Pra, ne mund të kemi furnizim nivel gati stratosferës. Teknologjia të pa imagjinuara në një herë, domethënë. Ki parasysh që mund të kemi një luftë në ajër, imagjinate, sikur të bëhet për shembull në Atlantik, ku avionët e njërës palë dhe tjetrës palë kalojnë Atlantikun për një orë. Normalisht Atlantiku me avionët e sotshëm kalohet për 6, 7 ose 8 orë. Po, kur thash për pajësorin, imagjino, në pajësor, në Oqeanin Indian e tjerë, do më thënë. Po kjo ç'është kulla? Kjo është, këta janë avion stealth të marinës amerikane, dhe ajo është një nga aeroplan mbajtëse të shumta që kanë amerikanët, me cilët do arrin të mbajnë në bord këto lloj avionësh dhe kjo është teknologjia e ardhshme luftarake me anë të cilës ne do shohim se ku po shkon dhe se si do shkojë teknologjia ushtarake. Pra është për t'u thënë është e rëndësishme që ja ku i ke të dhënat teknike. Çfarë thon kulla? Gjatësia është 19 metra, 18.90 metra. Sa është? 18 metra pik 90 cm. E gjatë? Po. Hapja e krave do tjetë 13.56. Lartësia është 5 metra, 5.09. Sipërfaqja e krave është 78 metra, gjithë pra sipërfaqja. Ngarkesa që mund të mbaj është në krah 377 km për metër kub. Pesha që mund të mbaj është 377 kg. Pesha që mund të mbaj 20.000 kg, pra pesha 20.000 kg. Pesha është 20.000 kg, pra dhe pesha që mund të mbaj është 30.000 kg, dhe pesha maksimum në ngritje mund të shkojë deri në 37.000 kg, pra në momentin që ngrihet. Tregon për aftësinë e jashtëzakonshme teknologjike që ka. F-47 do të zëvendësoj atë që amerikanët kanë pasur deri tani si avionin më të rëndësishëm për gjuajtës, që quhet Raptor F-22-shin. Po. Dhe deri në 2030 mendohet që gjithë F-22-sha do dalin nga përdorimi dhe do zëvendësohen me F-47. Çfarë vepra arti bëjnë, si ka mundësi më kulla? Ndërkohë që flasim për paqe, bëjnë edhe vazhdojnë prodhimin. Por fakt këto vetëm për paqe bëhen. Po sigurisht, sepse e kemi thënë dhe herë tjetër që paqen në botë ruajnë armët bërthamore dhe aftësia e jashtëzakonshme teknologjike për të bërë industri ushtarake si askush tjetër. Çfarë perlash? Po kulla, ndërkohë paralel kemi dhe programet që po bën me F-35 dhe avionët e tjerë që bën Lockheed Martin, se ky është Boeing. Dhe janë konkurrentë atje? Ata janë konkurrent, por ki parasysh që qeveria amerikane është duke ndihmuar Boeingun, jo vetëm për shkak të aftësisë teknologjike që Boeingu ka, po edhe për shkak të faktit sepse nëse të kujtohet ty, Boeing kaloi një krizë shumë të madhe me rrëzimin e 2 avionëve 737 Max. Bravo. Dhe në tregun civil pati një rënje të jashtëzakonshme të aksioneve, tani po ngrihen aksionet e Boeing, pikërisht për shkak të promovimit që i bëri presidenti. Se Boeing është e civil apo jo? Civil dhe ushtarak, si që është dhe Lockheed Martin. Lockheed Martin. Po Lockheed Martin çfarë avionosh bën, si e kanë emrin? Lockheed Martin ka marrë ata që ka qenë MD McDouglas,
Dhe ka zhvilluar gjithë pjesën që ka të Për civilit e kanë fjalën. Po pra, kanë qenë McDouglas, MD-82, MD-90, 80, dhe ata e kanë akumuluar atë, ose DC që kemi njohur, pra DC-10, DC-11, DC-12, dhe ata e kanë lënë pjesën civile dhe janë marrë vetëm pjesën ushtarake, ku flitet tash vetëm për satelit, për radar dhe për avion ushtarak. Qyta. Dhe flasim për, do me thënë, për një superfuqi të pa kapur nga askush tjetër në këto nivele, e aq më tepër që në rastin konkret spionazhi amerikan ka treguar që mund të bëjë gjëra akoma të niveleve shumë të larta që të tjerë nuk i bëjnë, duke rekrutuar pra një drejtues të një projekti teknologjik kinez të këtyre niveleve. Ky është e lajmi pra. Një lajm i jashtëzakonshëm. Po dhe ti thua të marrin vesh në momentin që ai ekzekutohet? Po. Se do bëhet publike? Po kinezët do ta bëjnë publike se duan të tregojnë që forcën. Po nuk është se Ua, çfarë perle. Çfarë mrekullie, kulla je i madh shumë. Po sa më ke gëzuar sot me këtë lajm. Erdhëm Ledio. me këtë që do e vari. Jo, me lajmin e këtyre Boeingëve, këtij Boeingu të F-47, jo, ai gjuna e shkreti. Ai gjuna e shkreti, ku mendon që ka familje kështu. Në fakt cinik ata thuash, po, nga që janë shumë kinezë të shkret. Po, kjo është arsye pse kanë vënë 2 pilota, kupton se amerikanët e kanë problem çështjen e njerëzve, shumë e rëndësishëm njeriu në Amerikë. Po patjetër. Kurse në Kinë 1 miliard dhe gjysmë edhe zëvendësohen, kupton. Prandaj po. Por anë avionët. Është cinizmi i madh për pjesë të botës, se ka të pamundur njerëzve që të vi keq Po për pse kinezë. demografia është një nga shtyllat kryesore sigurisht, është e kuptueshme kjo gjë. Dim, po ata janë në krizë ndërkohëse. Ka rënë. Kush? Po bie në Kinë, po bie popullsia shumë. Prap 1 miliard dhe gjysmë. Mirë rregull, po pas 20-30 viteve Pas 50 vjetësh. Po. Po mirë, pas 50 vjetësh ne do ta shohim. Ta mirë se më dhënë këto llogari bëjnë më burr. Po. Dgjoj, o kulla, bëjmë një xhiro të vogël dhe rikthehemi se kemi një fabul tjetër shumë interesante. Pothuajse si kjo, por në një tjetër drejtim. E pa parë. Prapë me amerikanët është dhe atje.